fati sa isha unë. Nuk ishte as shtëpia që ishte rregulluar nga ana ligjore. Mbas vdekjes së nënës i kam dhënë shumë më tepër vëmendje që kordoni i fëmijës dhe nënës nuk është ai kordon që është në procesin e lindjes, qoftë edhe cezarian që është kputet, por është testamenti. Është një kordon i pashkëputur dhe i përjetshëm. Shumë mirë e thatë që vlera më e madhe nuk është një testament, vlera monetare. Është ajo shpirtërore. Unë si Albana të dyja i quaj shumë të lidhshme dhe të pandara me njëra tjetrën. Nëna i do të gjithë fëmijët e saj. Ne në jetë jemi 4 fëmijë. Ishin të gatshëm për dëshirën e nënës time. Do thoni ju isha unë më e mira? Jo. Isha unë më e ndjeshmja? Mbase po. Dhe ky ishte ai ekuilibri për të dhënë dashurinë nëna ime në ndjeshmërinë time, sepse ajo e dinte shumë mirë që mua do më kushtonte shumë vdekja e saj. Jo për një shtëpi, jo për disa para në bank, absolutisht jo. Sepse vajzat, flas për vajzat, sepse vajzëris kanë brenda tyre atë mëmësinë dhe i jepen nënës me të gjithë qenien e saj.